Në prag të ditës së mësuesit u organizua një takimi për zemërt me plejadën e mësuesve, tani me thinja, por që i vunë zemrën misionit të vështirë të bukur të mësuesit. Një ide e stafit të qarkut Shkodër me mbështetjen e kryetarit Edmond Dou bëri bashk figurat të spikatura të arsimit në Shkodër. Përmes këtij takimi u përsoll në një formë krejtësisht ndryshe të përzemërt urimi për 7 marsin për të gjithë mësuesit, të cilët ngritën themelet e shoqërisë sonë, e këto i bën në kohëra të vështira. Në ambientet e qarkut Shkodër u ftuan ish mësues, të cilët edhe pse tashmë prej vitesh në pension, duke sikur vijojnë edukimin e nxënësve. Janë historitë mbreslëndse që u treguan në këtë tryezë rrumbullakët, të cilat edhe pse teksaj dëgjon duke sikur i përkasin një kohë të kaluar, kanë mesazhe të forta për ditët në të cilat jetojmë. Prandaj kjo iniciativë e qarkut Shkodër duhet përgëzuar, edhe për faktin se sa herë që festohet 7 marsi, pikërisht këta veteran lihen në arrest, duke i dhënë përparësi arsimtarëve që vijojnë të punojnë në sistem. Gjithashtu qarku Shkodër ka vënë 4 botime të tij, kryesisht në fushën e etnografisë, folklorit dhe turizmit, në dispozicion të universitetit, që të mund të përdoren në kurrikulat e programeve studimore. Në takimin e përzemërt u dhanë mesazhe për mësuesit e rinj, tek të cilët janë përsjell fatet e kombit, e që punojnë tashmë në kushte të tjera, e jo në vështirësitë e kësaj plejade. Është shumë e rëndësishme që mësimi të jepet me shpirt dhe me përkushtim, pasi është një sektor i rëndësishëm i zhvillimit të shoqërisë, e cila para së gjithash duhet jetë humane, e edukuar me ndjenjat e dashurisë. Nga ana tjetër, mirënjohja është virtyt, e cila duhet të tregohet përmes takimeve të tilla, një mirënjohje që duhet ta shprehë gjithë shoqëria jonë, një takim, një telefonat ndaj mësuesit që të dha dije, e sidomos në një ditë të tillë. Ne do t'japim një përmbledhje të këtij takimi në emisionin Arom Shkodra dedikuar 7 marsit, duke shprehur mirënjohje të thellë ndaj veteranëve të arsimit, por edhe ndaj çdo institucioni që nuk i lë ata në harres, sidomos në ditë të tilla të shënuara. Jeni shtyllat e shoqënisë tonë. Për ju shka do me thanja e fjallës dije. Jeni bërim dritë e zhvillimit, e ju vlerësoj shumë, jashtë masë, unë jam miri. Deri para pak viteve kam kanë vend bankat e shkollës, edhe sot kam një nostalgji, një emocion të papam kër i shoh mësuesit e mi. E për këtë menume sot si Këshilli i Qarkut, bashkë me stafin, me administratën, ju jeni një pjesë aty në që përfaqësojnë qarkun e Shkodrës, por nëpërmjet jush të përcjellim mesazhin e urimit për gjithë mësuesit e qarkut Shkodër. Në atmosferën e kësaj dite të veçantë, kam kënaqësinë së bashku me disa mësues të dalin në pension, për që e kanë dhënë shumë shoqënisë tonë, shumë vlera të veçanta, të cilët janë shembulli dhe motivi i punës tonë të përditshme. Të uroj 7 marsin gjithë mësuesve të qarkut Shkodër, me mirënjohje, me respekt dhe me vlerësim shumë të madh për ta. Sikur e thash edhe më përpara, mësuesit tanë janë sfidues të kohës, pavarësisht pengesave që mund të kenë hasë ndër vite, ja kanë arrit mas mirit të jenë gjithmonë prezent si një prej një dytë për secilin prej nesh, të japin kontributin e tyne, edhe asnjëherë mos tankohen, mos ta shprejnë atë pak knatësinë, por me ato mundësi që janë dhënë, të japin maksimumin për shoqëninë tonë. Jeni themelin mbi të cilët ngrihet shoqënia jonë. Them drejtën, si Këshilli i Qarkut, kena bërë maksimumin gjatë këtyre viteve, të japim kontributin tonë në shërbim të cilësisë të mësimit në qarkun e Shkodrës, si në infrastrukturë, ashtu edhe në disa botime që kemi marrë përsipër si qark. Ku vitet e fundit kemi bërë disa botime, janë rreth 4 botime, të cilat i kemi vendosur në dispozicion të Universitetit edhe Zyrës Arsimore Shkodër, në mënyrë që të përdoren si kurrikula për nxënësit e historisë, gjeografisë dhe turizmit. Çdo arritje e nxënësve mban vulen edhe për kushtimin tuaj. Jam shumë i nderuar sot që jeni në mesin tonë. Ju paqim sa më gjatë, me shnet, të fortë, se besoj nuk ka gjë më të madhe e më të vlerësueshme sa të vlerësojnë ato që na kanë dhënë dije e që na kanë bërë me kanë këto si jena sot. Edhe herë gëzuar 7 marsin me zemër,
sepse ju një shembulli më i mirë i njerëzve që përçoni në çdo kohë, në çdo moment dije. Ju faleminderit shumë që jeni me ne sot. Unë e di se armata e arsimtarëve të Shkodrës, e pedagogëve, është shumë më madhe se kjo në këtë tavolinë, por ju ashtu e keni menduar se edhe ne është e vështirë me mbledh tanë. Unë dje jam alër, kam bërë një postim në Facebook ku i kam shpreh ndërimin dhe respektin të gjithë mësuesve spakut, ata që kam me të cilët unë ata që më kanë eduku mu, ata që më kanë mësu mu, dhe sidomos vitet më të rëndësishme kanë kënë ata të shkollës fillore dhe shkollës mesme. Se më sanoj kur kena shku në universitet, edhe për ata duhet me pas natyrisht respekt, por atëherë kena kënë mjaft të formum dhe edukatën e parë na kena marrë në bankat e shkollës fillore dhe shkollës mesme. Janë të paharrueshme ata momente, gjithse cili ka kujtimet e veta, gjithse cili ka nostalgjin për ata vite, për kontributin që i kanë dhënë. Natyrisht mësuesit nuk kanë kënë të njësaj, dikush ka kënë më i përkushtu, më i afrum, por ama profesioni tyne si është bëllë dhe sot ka kënë të amër një mision i vërtet. Për mos të zgjatë se në shtatonë dojnë me folë, unë kishe dasht me dhënë një mesazh për mësuesit e ri, a kupton duke ju thënë atyne që ju sot keni ndorë kombin, keni fatet e kombit, se si është arsimi sot, do t'jetë edhe atë dheu nesër. Ato sot, mësuesit sot janë kondita më të vështira, se kina këna, në kushte më të mira, por mendoj që për kushtimi që kina pasna, nuk e gjej sot në masën e madhe të mësuesve. Jo për t'i përgjithësu tanë, por ato duhet jenë, mund mendoj, e mesazhin që mësuesit duhet jenë më të përkushtuar, të kenë shumë përgjegjësi për edukimin, bile ndoshta në radhë parë është edhe edukimi moral, se ju e dini që sot panollin edhe gjana që nuk i dëshirojmë në shkollat tona, nuk i kena pas më përpara në shkollat tona, prandaj roli i tyre sot është i jashtëzakonshëm për fatin e kombit. Ju falenderoj nga zemra që keni menduar me mftu në këtë rrugës miq, nxënës, shok dhe dashamirë. Po thuj të gjithë. Unë me Zanibin jena një moshatar, jena një mosh, kurse të tjerët janë të gjithë më të vegjël, të kategorive dhe formave të ndryshme. E kemi fillu arsimin unë konkretisht në vitin 1963 në bankat e shkollës pedagogjike. Dhe e veçanta në gjithë të ju tjerët është se i nërumi në të shlago, baba i zotnis, ka kënë profesori im, profesori i cili na ka udhëzu dhe mësu violinen dhe mu dhe në tjetër, s'na del dhe koha me zhvillu mësimin plotësisht të jerevijat e shkollës pedagogjike, na thirrte në shtëpi edhe na prite me shumë të shamësi, zysh dita dritë pasë. Megjithatë, arsimi është shumë i bukur. Pavarësisht se e fillon me vështirësi, dhe unë këtë vjet festoj 64 vjetorin e marrjes së maturës. Pra është një eveniment dhe ruaj kujtimet dhe veçantë sepse janë nxënësa të 13 rrethave të Republikës, pra shkollë kombëtare, shkollë pedagogjike. Dhe ruajmë dhe kena organizu takime të tilla, shumë mreslënse dhe shumë të bukura. Fatmirësisht dhe fatkeqësisht do të them që pjesa më e madhe e mësuesve, profesorëve të ndërru dhe nxënësve janë nda nga kjo botë. Ne që kena met, rikujtojmë dhe takohena dhe festojmë dhe gëzojmë për vitet e bukura që kena kaluar në shkollë. Ato vite nuk përsëritën, si grupin nxënësësh. Na futën na edukun njën e mësuesisë, të aftësisë me rëmësimin, me dashtë fëmin. Janë Ferit Kola, kolegu im i dashtëm, i mes mëselimit,
Xhamin e bën me ekspozit. Te kanë ardhur pos ata mesit me kostume, me kollare, me pa ekspozitin. Fal ta mosh se bën e Sa ja, ishte kënaqësia. Mësues, si kena me bon, në fshat me organizu tanë fëmijë i zgolla, e tham, thuj nënës, 2 qaqafa jam me bojnë për të bardhë. Edhe rreshtume, ferit i funi ato punimin të nxancave. Që u ba aktiviteti më i bukur që u kërë. Era do të ka shkuar në territoria sigure aty. E vetë, ishte vetë. Gjithsesi, kalimi nga pozicioni për kushtimi i drejtorit. Kushtet vështira. Nuk e ke ide. Edhe me kënaqësi të madhe. Ishte kënaqësi. Edhe e kanë bërë me shpirt, me emocion, me vullnet madh. Kurse sa nuk mungon infrastruktura, ndoshta mungon dëshira, mungon ai pasioni. Kjo është. Faleminderit për ftesën, jam e nderuar. Them drejtën e mësuesit për fatin ton të mirë. Na e marrim shpërblimin edhe me përshëndetjet që na bajnë ish nxënësit tonë. Edhe me rezultatet që kanë ish nxënësit tonë. Për ne është e mjaftueshme. Unë nuk e kam pas fatin me punu në këta kushte të vështira, si ka punu profesor Muhameti, e kam punu në qytet. Qyteti ka tjera gjana, sepse e kam një vetin gjithmonë më parë, jo mësimdhënëse, edukatore. Kështu e kam fillu punën time që në orën 7:30 që i paraqitesha në shkollën Jordan Misja. Dhe para se të vija këtu, jem taku me 2 ish nxënës fëmijë që jetojnë jashtë, më zbukuru dita këtu edhe më shumë. Pra na gjithsesi e marrim shpërblimin, por kur kujtohet edhe qendra, qyteti, institucionet përkatëse, për ne na gëzoni edhe më shumë. Të gjithëve ju uroj jetë të gjatë, e gjitha të mirat. Faleminderit edhe për se kena gjuar fjalë më të mira për punën tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë takim që bane, për kam rasin të shprej disa emocione që i bardhin kurrezës, përveç peshës që kam familje me 2 persona, gruas e Elsa dhe të Farid Kolës. Me të 2 interesojë mund. Përveç saj, ajo që e du dhe kam shpirë derisa des kam studia. Ku aty unë kënaqem me mrekullohen. Në vazhdimsi të asaj që kena ba, unë shpresoj që kena me ba. Prapë thëmë që kena me ba. Se kërë këthej këtë braba, jo marë se kena prapë tjera me ba. Në që jam nësaj të qytetari si më ka formu Shkodra, qytetaria Shkodrës, edhe Gjëshëdia. Qytetaria, kur jam rrit, i vogël, parrus, jam leje rrit e i të 12, kam pasi komunikojshin fëmit me plest e fëmit me fëmit. Jam çudit, si ka ndryshu puna, kjo është evolucioni, s'kjo në qajman. Ajo më ka eduku mu, plus asaj, familja. Bab, ki kujdes. Kur ta prej shkujnë me gjyta tjetërin, më prej edhe kona jote. Po në dhe gjyta, mësoj e mirë, poja është po dhe joja është jo. Këta më kanë ashtu ta njetën dhe kur shkova në shkollë, më tha, bab, thë një zanë. Shkryen gurë, punë si banë, më ndoja fundin. Unë po ata rast me shkruar ta më në gurë, sepse bashim edhe gurë, edhe dru, edhe plastik në liceu artistik. Pra unë ky jam. Edhe ta njetën i kam mbrojt këto porosi. Edhe kam marrë deri më sot që unë du me u prezentu një gjë që më dhem në shpirt. Shkën Shiroka. Kush është Shiroka, marë? Shiroka? Shiroka është perla, është mrekullia e qytetit të Shkodrës. Është mrekullia e qytetit të Shkodrës. Para viteve 1990 dhe mbas 90 shumë shkodranë, fëmijët e tyre kanë qenë jashtë për studime. Kanë shku, kanë marrë kulturë e kanë sjellë këtu. Unë kam kënë fëmijë 6 vjeç, 7 vjeç. Ka një lojë vetë një ka kënë ura bunës, ka loja e Shiroka. Shoheshim me buke djathtë edhe mullatarta. E kaloshim ditën e u kënaqshëm aty me bi. Rasa para 2 të tjera s'kan më radhë kishun. Plus kësaj, tash ka fundi. Në atë kohë nuk kishte galeri artësh. E vetë në galeri artësh për mu ishte vorët e rëmajve. Unë shkosha u inamorosha me tyre, kam pjanë 10 vjeç. Ishe në shtëpi të nëret me gatë zojzin. Drejti pas shpirti ashtë atë që se bëvan shpirt bëvan. Duke u rritë në këtë klimë, në këtë mjedis, unë vazhdimisht e shkoj, du me po gjanë e bukur. Unë kam marru pedagogikën fillimisht, më së ne kam marru arsimin në nënë, dhe fillimisht kam shku në Geg Hussein. Atje, profesorin, Geg Husseinin me Sakica, Karadoki me Petica, etj. Nëjse, dhe masa ne i kam shku në Lugoj, ne këna hek keq në fakt atje, por ama vështirësit kalohen me
me 30, kalohen me iniciativë. Unë, kur kam shku në Llugaj, isha i formuar fizikisht. Më thojnë mu të Mikel, ti duhet mu angazhu me ekipin tonë punës. Po lehne më e thonë që po angazhohë për ta. Nese, fjetja, një timen kena bo dy ndarme në fjetë. Në Llugaj, pjesën e timet e kam bo me një organ dopje, gjysën e organit shtru në Drazez, një klasë ishte bashkë, dhe me gjysën e organit tjetër të mulloshën. Jes tek ishin do të dion do tesha roba, që dy artikuj përzim. Prej aty më thënë e transferuar nga shkujmë një stallë baktish. Atje në stallë ishte një kështin e vogël, ishte 4x4 e veterinarit. 2 cepat ishin me mur, zakonshëm. Dërsa 2 pjesë tjera ishin me kështu lisela, të futën me boqe, ashtu kolomoqin. Edhe afshi i baktive me kemë e tjërë, kuptohet që ishte, nuk e di se ku ashtë këtë është Zobi Lungu, kjo oftë mirë inshallah, ku do që tjetë, më thotë Mikel, thotë, si është kjo punë, i thash, më të mërzit hiq, kjo është shumë mirë, i thash, në fshat, gjithë mund i thash, kam nejnë për trafik më rëna e tjene, e kështu që s'kishtë tja. Pra, kalim në kohë, sot asë një loj me fjallë keqë, autobusin të shkolla, edhe të Shkodra, edhe fillë të shkolla për sa kena bo bashkë punë, aktivizimin që kena bo, dhe gjithë mësus të dëvoqët. Dhe për me mëllë këtë ashtë inshallah mërësi gjithmonë arsimit, ka probleme, vjen keq, ka probleme, problemet janë nga më të shumta, nuk është koha për me ashtu këtë, dhe duke më thamë, mësimdhënia është artë, nuk ka. Mësuesi do të jetë artist, në qoftë se mëndon veten se je artist, ku në profesionin tanë, dije sepse ke shumë që kanë marrë diplomen, por ama ka mësim nënës edhe mësues. Unë jam shumë marrë se këta dhe kam gjetë infrastrukturën shumë më të mirë në për shkolla. Kam bërë 6 vjetë më rrush, po këne orë 3 satë në shpinë. Kam marrë për shkovasa dhe kam gjetë zotnin, që unë prenohem me kritarin, që i kina pasë në zonës në për shkovasa. Por jo vetëm me kritarin mundë. Por në Lilaqe, gjorë me prefektin, gjorë me ministrin e ri. E sa, dhe kur takojnë shpesh në rrugë, i thonë, zysh am njef. Po si së njëfë i thash se mua hëtë në gjithmonë maj miri dhe maj keqi, s'ka fëmijë të qi, ka demela, qi s'ka sot. Ja. Jo demela, problematik jo demela. Ja. Mund të ketë një që ka pri matematikë, tjetër dëm sportin, tjetër dëm muzikën, kështu që s'mund të thojnë që është i mirë ose që janë fëmijë problematik. Kështu që unë sot pak knaqen ma tepër të një gjuzët një pjetë, të një realizoj. Kështu që s'pajës gjas, shumë faleminderit dhe gëzuar shtanë. Faleminderit për sesh. Kemi pas një mision, dhe kjo mision është patriotizmi. Të dham shpirti sot kur një brez i ri ka tendencën për me ikë, ma Shkodra në mrekullueshme, ma Shqipnia jonë perl, ajo perla që thot ju për ishullin skulptor. Është gjithë Shqipëria, është një perl. E me që thote veri që e përbashkëta jonë është që ne kemi lanë patriotizëm. Për para se të japim letërsi, muzikë, matematikë, fizikë, kemi lanë patriotizëm. O tokë e butë, me erë limojsh, o tokë e fortë, me djep herojsh, o tokë e lashtë, me njerëz të ri, je nanë, je atë, je dashuri, e vajzë mas vajzët, e djalë mas djalit, ti e bash zemra, e gjdo shqiptarit. Gjerë sa të bajmë hije mi dhe, askun nuk gjajmë, si ti atë dhe. Kam të nësi që një kërkunin të japë kompozitorit Gjon Shlaku,
sepse zilët e shkollës janë muzika e shpirtit që na shoqëron tani jetën. Pensionisi ma me pak eksperiencë, sepse kam 5 muaj që kam dhënë pension, edhe për pjesën e pensionit nuk kam dhënë me fort. Unë mundem me fort diçka për pensionin e prindët mi, të cilët për të cilët kishe me thënë që kjo faza pensionit, ishte vetëm një ndarje, por vazhdimësia e tyre si mësues, si edukator nuk marrë kohë. Deri në momentin e fundit që kanë jetuar. Duke u nis nga kjo gjallë, më kisha me thënë që sidomos në fushën e artit, ku unë operoj bashkë me miqtë e mi, kjo është një vazhdimësi e një tradite që kalon nga një brez të tjetër. Pa dash me bëj histori, kjo ka ndodhur dhe unë mund të jem një ndër dëshmitarët e asaj që ka ndodhur, pje fjala. Atë Martin Gjoka, muzikanti i parë, do të thënë fillestari i muzikës serioze shqiptare. Ka pas ndër të tjerë një nxënës që ishte Prang Jakova, i cili mori kokën e asaj çfarë dite dhe çfarë dha atë Martin Gjoka. Pavarësisht se ai në një formë nuk ishte franceskan dhe mësimet e tij nuk ishin vetëm thjesht ato artistike. Prang Jakova vet u bë mësues i gjithë brezit tjetër të artistave që ma vonë u banë mësues të brezëve të arshëm. Tu mund përmendim njështë edhe mlaj, Qezadejen, Tulin Harapit, Tishdain, Siman Gjonin, e tjera. Edhe të dash me lidh pak me vetin, po thamë që unë kam ka një nxënës si Qezades, në fushën e kompozicionit, pa masja i ishte pa kompozitor dhe jetonte e punonte në Tiranë si pedagog. Edhe diplomant. Absolutisht. Në këtë formë erdhi o të shqigu një kjo gjahë. Kuptohet, unë vetë sot që nuk kam arsye për mu qujtë, dhe më thanë, i një fazë tjetër. Unë jam në fazën vazhdimësisë punës, si kur se gjithë mësusat, kur kanë forcë dhe kur kanë mundësi leksionin e vetë e apit. Bashkë me miqtë e mi, edhe bashkë në zanse, bashkë pedagog të universitetit, që për fatin e mirë, një dekë shumë e vogël, është krijuar për artet, figurative dhe muzikën, shpresojmë të ecim përpara. Kjo është një gjë që vazhdon gjithë jetën. Nuk du me folë për aktivitetin privat e personal, kur unë gjithmonë kërkoj që edukimi nëpërmjet muzikës të jetë në qendër të gjithë shkaje. Sepse është forma më e butë, më e thjeshtë, më e bukur që fëmia e merr në formën e lojës. Dhe ndikon shumë tek ato. Këtu gjëra si për ta mbyll, me përfitu për këtij ndërimi që ju na keni bërë, me që jeni edhe kryetari i qarkut të mall të Veriut Shqipërisë, metodat bashkëkohore që duhet të përhapet dhe të futen në formë të gjanë në të gjithë ambientet ku ka shkolla. Asgjë sot nuk kushton që edukimi përmjet muzikës që bota e ka me kohë dhe ka qenë sadet më të arta, po përmendem vetëm Japoninë këtë pikë, që janë mjeshtrat e mëdha të kësaj loje, mundet me implementu në formë eksperimentale mase në fëmijët e vegjël të moshave qysh parashkollore deri në fazën që ato mundet të bëhen vërtet artiste. Ju falenderoj shumë. Faleminderit profesor. Që mora pjesë në këtë takim. A ishte vështirë. Sigurisht ishte pak e vështirë. Unë vjen nga kryeqyteti. Por përshtatja njeriu në kushte të caktuara, në kohë të caktuara, do përshtatet në rrethana të caktuara. Sigurisht, pastaj sigurisht, 27 vjet u transferova në shkollë të muzikës, e kisha afër shtëpisë, në kushte edhe rrethana tjera, me zotin e nderuar, me zotin tjetër, me cilët punuam të gjithë bashkë. Ishte shkollë që duhet, unë kam dhënë letërsi, gjuhë letërsi, dhe letërsia është artë. Dhe shkolla ku shkova ishte po artë. Arti jepet nëpërmjet muzikës, jepet nëpërmjet letërsisë. Që kjo më zgjeroi akoma më tepër mua diapazonin tim për të dhënë dhe për të formuar nxënës dhe student dinjitoz. Dhe ne sot mund të krenohemi me emra si Markelian Kapedani, Shpëtim Saraçi, që janë të brezit të parë kur unë fillova mësimet në shkollën e muzikës. Jam përpjekur punoj me përkushtim, me profesionalizëm, me dashuri për nxënësin
Po besoj se kam arrit diçka. Ju falenderoj. Ju përshëndes të gjithëve. Falenderoj kryetarin e qarkut për këtë ftesë të bukur dhe që është kujtu me na mlell të gjithëve. Kur thëm me na mlell, më duket vetja mu sikur rriz veten. Rritem për arsye se ndodhem në një ambient i cili është përbohet nga njerëz më të mëdhenj se unë në të gjitha dimensionet. Dhe kjo për mua përban një ner shumë të madh, pra. Vetë mendja që ju ka shku me më ftu edhe mua. Kjo thot Kaminja, kjo është ora e ndërgjegjes. Eventet janë ora e ndërgjegjes së njeriut. Edhe festat, të gjitha festat, janë ora e ndërgjegjes. Me rastin e një feste njeriu e çon mendën të debulesat e veta, të kujtimet e veta, të brengat e veta, të sukseset e veta. Dhe ajo orë është një purifikim i shpirtit njeriut. Dhe për nesët, kjo është një purifikim, një pastrim, një ndriçim i shpirtit. Dhe ju keni ditë shumë më mirë se unë se çfarë po bani. Po bani një mrekulli. Zbiti deshta me thanë diçka. Ne kemi të gjithë kujtimet, të gjitha janë margaritar, të gjitha janë të çmura, sepse janë pasqyrë e një jete që shpeshherë ka në vështirë. Ne i përkasim një brezi kur ka qenë duke u konsolidu arsimi shqiptar. Tu i përballu sfidat më të vështira ka qenë arsimi shqiptar kur ju të dashur kolegë keni qenë ata mi supet e cilve është vendos kjo sfidë. Dhe të gjitha ato vujtje që tregoni, të gjitha janë pjesë e kësaj vujtjeje. Dhe unë për koincidencë, rastësisht, jam duke sjell në Shqip librin e Umberto Ecos mbi supet e gjigantëve. Aja është qysh në titull është një mençuri e madhe. Edhe thot ndër të tjera që një fëmijë i brezit sotëm shikon më larg se një gjeni i brezit të kaluar. Shikon më larg dhe ban atë që një gjeni i brezit të kaluar s'ka mujt me e bën, sot e ban edhe një fëmijë. Mos vall nga zgjuarësia e fëmijës, mos vall se po linin fëmijë gjeni, jo, as pak. Ai nollet mi supet e gjigantëve, që janë paraardhësit. Këta janë, ma gjigantët e ma, janë mësimdhanësit. Dhe këta individ, që janë, si themin e shkelqimi, i çdo shoqërie njerëzore që shkon drejt përparimit, këta individ kanë rëndësinë më të madhe të shoqërisë. Dhe këta janë ndriçuesit, pra iluminuesit e së ardhmës. Dhe unë ju falenderoj edhe një herë të gjithëve që ndodheni këtu, por mos të kujtojmë që ky është një grup i vogël, por ky është kaq i madh ky grup rreth kësaj tavoline të ndëruar, sa është i mjaftueshëm për me amplifiku dritën e arsimit për të gjithë arsimtarët e qarkut të Shkodrës dhe me gjërë. Ju faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, e që mund të them unë mas fjalës profesor Zias, edhe mas gjithëve ju, që një jem shumë e vlerësume dhe shumë e respektume sot që jam këtu në mesin tuaj. Ndoshta jam në një brez më duket me terin, mos gaboj, ndaj zoti kryetari qarkut, të falenderoj shumë për këtë vëmendje, për këtë kujdes që tregon ndaj armatës madhe të mësimdhënësve. Ju jeni shembulli më i mirë në të gjithë qarkun Shkodër për të gjithë kujdesin që keni treguar ndaj të gjithë target grupeve, ndaj kulturës, ndaj shëndetësisë, ndaj sportit, ndaj artit, ndaj mësuesave, ndaj veteranëve, ndaj të gjithëve në qytetin e Shkodrës. Ndaj unë jem sot shumë e vlerësuar që jam në këtë tavolinë. Ju thatë çfarë që ju keni punuar shumë, keni dhënë shumë. Është e vërtetë
që armata e mësusave është ka dherë djerës pa fundësisht. A i kemi marrë ato çka ne kemi dhënë, asnjëherë s'kemi marrë ato çka ne kemi dhënë. Dhe sot kjo është ajo diplomë e madhe që po na jepni ju sot në rastin e 7 marsit. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Janë atraksionet kryesore të Shkodrës, gjithashtu vlerat tingëlluese të qarkut Shkodër dhe folklorike. Shumë faleminderit dashur. Ju kena marrë pak kohë, se është edhe njerë shumë. Po, si ju keni marrë vlerë. Po, si na keni marrë, ju keni marrë vlerë. Faleminderit.